shkrim të Financial Times. Titulli kryesor është fotoja e Marta Kos dhe titulli kryesor Bashkimi Evropian lëviz për të parandaluar kuajt e Trojës nga bloku që pret të antarësohet në Bashkimin Evropian. Unë nuk e kam artikullin të hapur, ti e ke lexuar me 2 fjalë, lutem, cili është thelbi i kësaj gjëje? Po që të kuptoj të rishikuesi se kësaj gjëje duhet dhënë totalisht çfarë dhanë sot mediat në Shqipëri në lidhje me këtë paraqitje të Progres Raportit. Po. Që u tha që pikërisht Marta Kos, Komisioni Evropian është kundra idesë që të krijohet një Evropë me 2 shpejtësi, me 2 standarde dhe Edi Rama është kundra. Pra që ideja se gjoja vendet e reja që do hyjnë nuk do kenë të drejtë vote, apo jo? Te dha gjithë shtypi shqiptar sot. Para pak orësh, Financial Times boton të kundërtën dhe citon zonjën Marta Kos që ajo tregon edhe një herë që komisioni nuk ka pikë vlere. Janë shefat e shtetit qeveri që vendosin. Çfarë thotë ajo? Thotë që po mendojmë tani pikërisht këtë gjë të krijojmë për vendet e do hyjnë një periudhë tranzitore disa vjeçare, domethënë që Shqipëria sjell ke 2035 ose 2040, pa të drejta të barabarta me vendet e tjera, dhe gjithse periudhe, këto vende mund të jetë menjëherë antarësimi. Dhe bëjmë thotë Marta Kos, e bëjmë për të evituar fenomenin apo sindromin e kalit të Trojës që na ndodhi me Hungarinë. Pra këto vende futen në BE dhe pastaj brapa bëhen mike me Rusinë, apo këto vende pastaj brapa nuk zbatojnë siç duhet rregullat e demokracisë. Pra ajo që u tha sot që e dhanë mediat shqiptare është e kundërta. Është e kundra. Pra këto zgjerime bëhen thjesht për arsye gjeopolitike, dhe jo për arsye demokracie. Për sa i përket, do më lesh 2 fjalë. Të kalçuar edhe një tjetër shiko. Është komentuar shumë sot ky Progres Raporti në Shqipëri. Gjëra e gjatë, janë 100 kaqe. Është komentuar jo po drejtësia apo kështu. Shikohet këtë çova. Ke kerinë e mesit që fillon me achievements. Ajo çova është paqja e parë e gjithë raporteve që është për çdo vend një rezume me 4 rreshta për Malezi, për Shqipërinë, për Moldavinë. Shiko Shqipërinë. Atëherë thot për të arritur qëllimin e përmbylljes. Do të them diçka që kushti kryesor që i vë dhe kjo thoya edhe Bledar Kokës që më falni për shprehjen. Po. Kushti vetëm që i vën Evropa e Shqipërisë është dialogu politik. Po, vërtet. Por nuk pa dialog. Mund ta lexosh fjalën të plot. Po, fjalë plot për përkthej nga anglishtja. Atëherë për të arritur qëllimin e përmbylljes së negociatave në vitin 2027, kjo do të varet nga ruajtja e momentumit të reformave, pra të përmbushjes së tyre të plot, dhe implementimi i dialogut politik gjithëpërfshirës. Kaq më. Ka dhe një, pra nëse Marta Kos përballet me një frenim të opozitës, nuk ka integrim. Nuk ka integrim. Prandaj unë edhe një them, po thoya shantazh ose presion. Prandaj duhet që mesazhi që ne nga Edi Ramën t'ia çonin në Marta Kosit, komisionit. Kuptoni rëndësinë sepse kam përshtypjen që mediat e Shqipërisë e kuptojnë si funksion institucionet. Sot nuk ka integrim evropian, nuk ta bën një ratifikimin, nëse e gjithë klasa politike nuk është e thotë zez mbi të bardhë, është e qartë fare. Edhe në 4 fjalë as nuk para as për zgjedhjet, sepse gjë rregullohen. Ajo të ketë për një gjë, dialogu politik. Tani, raporti OSBE-u dirit nga ana tjetër, pikërisht për dialogun politik, thotë dalja jashtë funksionit e parlamentit si kontroll